Bismillah. Musa alayhi salam hipi në anije me Khidrin, edhe pronarët e anijes I thanë këna më ju marrë juve falas, pa pare. To ecë, ndeti, Khidri alayhi salam e morë edhe po e shpon një vrim po e hap anijes. U qunë ata pronarët e po mundon me mbyllë, bum deri sa e shpëtun anijen. Musa alayhi salam po do me dal meq. Po I thot, çka I tu bon? Njerëzit na morën pa parë, po na kryn shërbim, ti në vend se me I falendru, as nuk I pagove, as nuk I falendrove për kundrazi ja prish anijen. Khidri alayhi salam po I thot, në fund kur ja sqaroi, tha, e bona vrim anijen se atje në kryet në atë vendin ku ka me shku anija në atë portin, një mret I ka qitë ushtrin e vet, apo ka dal vet, edhe çdo anije të mirë, pa dëmtume, po e merr, po e grabit, për luftë, për betejë. Ulemat kanë thonë, ose ka shku anija deri atje, edhe kur e ka pa të dëmtume se ka marr, ose të eri paru këta anijen, janë vënu e mreti ka shku me ushtrin e vet, anija ka pështu. Gjithsesi, çka përfitojmë nga ky tregim apo nga ky rregull? Allahu xhalla shanu ka një rregull që ndonjëherë ty ta krijon një vrim në historinë tënde, në jetën tënde, në shëndetin tënd, në biografinë tënde, të dashurit e tu, ta çoni sprovë, në pasuri, në vlad, në shëndet, në siguri, etj. Jo se ty Zoti nuk do. Mirë po, ai është I gjithdijshëm, I urtë, largpamës, I mençur, I mëshirshëm për ty, se ma vonë ki me marrë vesh se kjo vrim që Zoti ta ka bë ty në kaderin tanë është ma khejrë se sa mos kish ekzistu. Njëjtë si kurse Musa a.s. që ungut, nga se Musa kishte mendje njerëzore, edhe me mentalitetin njerëzor, ai po veprante mirë. Edhe unë me ty, kur na ndodh që me na sprovu Zoti xhaleshanuhu me një vrim në jetën tonë, na me mendje njerëzore mund të ngutemi edhe të gjykojmë edhe. Por nëse e lam në dijen hynore, e që në rastin e Musës a.s. Khidri ishte I inspiruar, nuk po bënte kokë në vetë ato veprime. I tha Musës a.s. kështu Zoti më mësoi mu, kështu Zoti më inspiroi edhe më urdhoi. Pra ishte aty ndërhyrja hynore, që me bon I vrim, e cila ma vonë do t'i shihej khejri. Në jetën tonë çka do që të ndodh? Mos mendo se Allahu xhaleshanuhu po ta çon atë sprov se ty nuk është të dasht. Mos I analiza sprovat me logjikën tënde. Fatkeqësit, vrimat që të qilen në jetë me mentalitetin tënd. Lej në urtësinë edhe dijen hynore. E jotja është me u bind se kaderi Allahu xhaleshanuhu është plot me urtësi, fshehësi, të cilat herët avon kthehen në dobin tane. Zoti, ndodh që ta merrni mirësi të caktuar, jo se nuk do, po për me të shpëtu në fat gjatë, me ta shpëtu ty imanin, ndodh që të merr diçka nga dunjaja, me të kthy ty ka ahireti, mos me hupti ahiretin, ndodh që ka nevoj robi, me e pas një ndërhyrje, një tërheqje vrejtjes nga Zoti, që mos me hup ai rab. Ma mirë e hupish sot një pare, një biznes, 2 muj, 2 javë, 2 vjet, të kap një smuje një diçka, një fukarallëk, por afat gjatë shpëton. Çka mbetet për neve? Me u dorëzu caktimit të Allahut, me bë sabër dhe me qenë të bindur se mentaliteti jon është shkurtpams. Na shohim vetëm vrimën e anijes, vrimën që na është bën neve e momentit, por Zoti xhaleshanu sheh pa kufi, sepse është alimun hakim, I gjithdijshëm dhe I urtë në veprimet e veta. Ai sheh ato që është e dobishme për ty në të ardhmen.
ai ta do ty të mirën ma shumë se sa ti vetës tane. Khidri a.s. kur e shpaj këtë anije, ja u dënë të mirën pronarve, edhe pse në shikim të parë mund të duket se pronart u ndjen keq, por ata nuk bon za, as nuk e kundërshtun, as nuk e kritikun, as nuk e gjujtën prej anijes. Mesazhi i kësaj këshilla është: nëse Allahu ta bën një vrim ty, mos i gjyko gjanat me mendjen tane, me logjikën tane, lej në dijen dhe rahmetin e Allahut se herët avon, pas 20 vjetë, 30 vjetë, 100 vjetë, në botën tjetër, kime pasa ajo vrim që të është ban nga Zoti, ka qenë khair për ty. Kur Zoti nuk dëmton absolut, vetë se ai dëmtim thojza është khair për ty. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e saktë që shënon Imam Buhariu dhe Muslimi thotë: çdo gjë që e godet besimtarin nga smundjet, lodhjet, telashet e tjerë, derisa dhe thera që hyn kam, pra që shpohet kama, i bëhet një vrim, vetë se besimtari ka me pas dobi prej saj, ka me japa khairin, ka me ngrit gradat, ka me fshin gjunahat, e tjerë. Ti jesh i bindur se Allahu nuk i bën gjërat rastësisht. Ai ka një urtësi, vetëm jeton me bindje të pathyeshme kaq e Zotit. Allahu të rujtë të bekoft.